mica e përdorin energjinë elektrike për ngrohje. Dhe kësaj i bie që paka shumë ne e teprojmë ndoshta duke ngrohur dhomat tona, profesor, për ta relaksuar pak edhe diskutimin normalisht, mirë po, me çfarë jemi përballur gjatë dimrit, sidomos ndoshta gjatë muajit tetor, kanë qenë reduktim të shpeshta të energjisë elektrike, të paktën kemi parë edhe shumë reagime në rrjetet sociale nga qytetarë të shumt. A i bie që nëse nuk shtrenjtohen faturat e energjisë elektrike, përballemi me reduktimet e energjisë elektrike? Me thënë të drejtën, unë nuk dua ta besoj që do ketë rritje të energjisë elektrike, po shpresoj shumë që zyra rregullatorit të energjisë elektrike do të merr vendime të arsyeshme në këtë aspekt dhe të mos goditet konsumatori. Dhe kështu që nuk do të thotë për shembull që mos ketë rritje të çmimit të energjisë elektrike, edhe në anën tjetër pra të ketë reduktime pra në këtë kohë që ne jemi pra në mes të dimrit. Edhe kjo unë mendoj që nuk guxon të ndodhë, por problemi i madh, po themi jo i madh, po një prej problemeve është edhe se kërkesa është e lartë, edhe faktikisht shpeshherë ka edhe probleme në transmetim, po dhe në transferim të energjisë elektrike, pra në stacione të ndryshme, pra në nivelet e distribucionit edhe të transmetimit ose koste, për shembull, për shkak të rritjes së madhe të energjisë elektrike dhe janë të detyrueshme, ndoshta edhe reduktimet. Unë thash edhe më herë, pra këto janë ato që do të merren parasysh të ketë koordinim, pra të mendohet sa do të jetë rritja e konsumit të energjisë, kërkesës së energjisë elektrike ndër vite, edhe të mendohet për shembull sa do të jenë investimet. Do të krahas saj do të ndeshkohet edhe me investime të rrjetit transmetues, transformimit të energjisë do të vërtet transformatorëve, faktikisht në stacione, pra,